Mund të na shkruani në Facebook, mund të na ndiqni aty, mund të ndiqni në Instagram, në Twitter dhe kudo. Gjithashtu na keni dhe online oktapod.tv, mund ta ndiqni programin online. Mirë, kalojmë tek e thuara tjetër, e cila është një prej femrave më me sharm, ajo nuk e ka qef ta konsiderosh seksi, madje e bezdis dhe do ta provokojmë keq fare për këtë fakt, po gjithsesi do ta shohim se çfarë do i ndodhi asaj këtu në klubin ton të surprizave. Është një prej femrave më me sharm të ekranit shqiptar. Unë kam pasur kënaqësinë dhe nderin që bashkë të prezantojmë festivalin kombëtar në radio televizion. Ka një problem të madh, është tmerrsisht e gjatë, nuk është se jam unë i shkurtër, është ajo shumë e gjatë, po gjithsesi gjatësia i shkon, por përveç se gjatësia i shkon ka dhe një problem akoma më të madh, sepse vesh edhe taka shumë dhe nuk ri pa taka, sepse ajo ka teorinë që të rish me taka, do të një femër duhet të rish se s'bën me taka. Zonja e të ri pak a shumë e kuptuar se për kë bëhet fjalë për Floriana Garon. Hajde, ma jep dorë. Si jeni? Urdhroni. Hyrjen tënde tradicionale, Floriana me taka. Po e ke Kaç komplekse ke këtë punë? Po e luaj, domethënë është më mirë që komplekset ti luajmë dhe duket sikur se kemi problem. Unë nuk e kam problem, në fakt po ti je tmerrsisht e gjatë. Tmerrsisht? Po, tmerrsisht në kuptimin e mirë. Po ti isha unë 1.90 nuk do isha tmerrsisht e gjatë. Sa e gjatë je ti? 1.80. 1.80. Je shumë. Je shumë. Tani mua më duket mirë. Kur u ndan këto në Për disa është mirë, për disa s'është mirë. Pse je kaq e qeshur dhe e qetë Floriana? Po të shkojnë gjërat mirë? Tjetër që më shkojnë mirë. Me vërtet? Po. Nuk ke moment që ndonjëherë të prishe gjërat, për shembull, nuk të ka ndodhur që të mërzitesh të ecësh si çdo gjë keq, se ti duket gjithmonë sikur të ecin mirë gjërat. Patjetër, po publiku s'ka pse si di shqetësimet e mia. Po në punë për shembull të ecin gjërat mirë? Mirë mecin. Po në jetën private të ecin gjërat mirë? Mirë mecin, padyshim. Duket sikur do dal në një vend, s'di asnjë gjë në fakt, po luaj bllofin se mos ti ndoshta tregon. Je vërtet mirë apo se duket sikur je qeshur e lumtur? Jam shumë mirë. Mirë, kur do martohesh? Se kam vendosur akoma. Kur do bësh beb? Se kam vendosur akoma. Me vërtet. Mirë, në rregull. Çish këto pyetje kështu kaq. Jo me që ti ke bezdi gjithmonë pyetjet personale. Nuk është problem. Kjo çështja e martesës dhe Mëse këto shesin bëjnë lajm. Bëjnë lajm, megjithatë njeriu mendoj që duhet i ndjej pa ti bëj. Domethënë, kjo puna e fëmijës, sidomos, është se bashkë kemi bërë as pasyra as rrëfim. Domethënë ti nuk e ndjen akoma që mund të bësh. Nuk ka ardhur momenti. Po bashkëshorte as akoma? Nuk ka ardhur momenti. Performancë fantastike ke bërë erën e fundit që kam pas në Oktapod, që ishte tema mos gaboj vjerat, tenuse që doli, dhe ishe aq e sinqert. E sinqert jam unë. Jo, si e sinqert. Aty ishe aq e sinqert. Si jam unë e sinqert? Jo, si e sinqert. Po ka përshtypjen se jo. Nuk e di, po ku bazohesh ti që thua këtë? Dhe ka parë kur ke qenë ftuar në programe, domethënë ri brenda kornizave dhe brenda kornizave. Po ma thoshte edhe asistentja jote këtë. Po ç'do të thënë brenda kornizave? Jo, domethënë je politikisht korrekt dhe nuk ka asnjë gjë të keqe, nuk do të priçësh balanca, nuk do të shkatosh probleme, ndërkohë aty më duket sikur nuk është se po del zocia ime, po më duket sikur vërtet the edhe gjëra që ndoshta the raportin me Vjerën, nuk ka kohë. Shikoj, mbase nuk janë bërë pyetjet e duhura aty. Ja, bëri kompliment këtu fillon paternizimi dhe unë pastaj s'bëhem më i keq rrugën. Mirë, më trego pak. Ti ishe te Miss Universi, ishe juri. Të gjithë thonë që është kënaqësi. U ndjeve plakur? Jo. Unë ndjeva shumë mirë sepse ideja është që njeriu kur kalon një eksperiencë vet, do ta ndajë me të tjerët, kalojë në një tjetër nivel. Dhe kur i ndan gjërat, atëherë ndjen kënaqësinë më të madhe. Nëse i merr vetëm për vete, pastaj unë kisha të gocën këtu, të kompleksojnë 18 vjeçaret? Absolutisht jo. Po si jo, asnjëherë. Sa vjeç je ti? Mendon vërtet 28. 28 vjeç. Edhe 2 dhe bëhesh 30, dhe 12 shkon 40. Po, edhe. Do të fillon. Unë do jem gjithmonë mirë. Po pse do jesh gjithmonë mirë? Cila është receta e bukurisë tënde? Receta e bukurisë është. Pse do jesh mirë ti? Është ndihesh mirë këtu për brenda. Po jo se sy bie lëkura, bie gjopsi, bie fytyra. Nëse ndihesh mirë për brenda dhe je i sigurt në vetvete, çdo moshë është perfekte. Në krahasim me moshatarë. Se unë nuk mund asesi nuk mund ta krahasoja veten me një vajzë 18 vjeçare. Nuk mund ta krahasoj. Nuk po them ta krahasosh, do ndihesh keq. Kështu që nuk kompleksohem atë. Kur shef atë që e sythin e sapo çelur të sa. Më vjen mirë madje, më vjen mirë, më kujtohet vetja ime, pse jo. Po 40-50 vjeçare pse marrin goca në 20 vjeç për gra? Se i marrin ata për gra sepse janë të papërmbushur nga gjëra të tjera. Në rastin më të keq i mbajnë ose të dashura. Po. Atëherë ti për shembull imagjino kur ti je 40 vjeç, Tedi do mbaj gjatë? Po. Po pse mendoj gjithmonë kështu në aspektin mashkullor ti? Po jo, po ti je ty, domethënë sigur pastaj si do ruhesh nga kjo frikë.
si të ruhem nga kjo frikë, unë jam shumë e përmbushur me veten time, jam shumë e sigurt në ato që kam unë, dhe në qoftë se njeriu që kam unë në krah nuk i vlerëson këto asete që kam, jo vetëm fizike, pastaj. Mirë, e përballoj. Nuk absolutisht nuk. Ma shpjegoj pas si të jesh këtej, se e nise po të ngacmova unë, si të jesh këtej, domethënë të jesh dhe juri, të jesh dhe andaj, cila është diferenca? Diferenca është që në juri ndihesh me më shumë vetbesim, padyshim, jep një vendim tënd të bazuar nga eksperiencat që ke patur më përpara, dhe të jesh mes konkurrentëve është shumë e vështirë. Absolutisht, unë kam qenë vetë konkurrente dhe nuk më ka pëlqyer. Se është ndjesia e garës së shëmtuar? Po, edhe jo gjithmonë mendohet që edhe mund mos jetë vendimi i drejtë, edhe mund të jetë vendimi i drejtë. Unë kam patur dyshime për kur kam qenë unë vetë konkurrente dhe kam dashur gjithmonë që ai vendim që jap unë të jetë i drejtë sipas këndvështrimit. Qartë tani ti je rritur në thonjza profesionalisht, jo, domethënë rritesh në moshë, po je rritur dhe profesionalisht edhe ti duket sikur ke lindur gjithmonë kështu. Domethënë me këtë kuadratin duket sikur s'ke qenë ndonjëherë 18 vjeç, sikur nuk e veshur kur gjinse të vogla kështu, domethënë. Para një 2 ditësh postova një video kur unë kam nisur me një program të shkurtër të Eagle Mobile, kur nisa karrierën në televizion. Edhe po e shikoja, dukesha shumë naive, shumë e ndrojtur. Kam ndryshuar. Si zonjë rëndë? Sepse ka një lloj, normalisht edhe eksperjenca t'jep një lloj imponimi më shumë, padyshim. Si zonjë rëndë, e tillë ndihem në fakt. Zonjë rëndë, po nuk do ishte më mirë të ishe një zonjush hokatare? Jo. Të përqend zonjë lloku, domethënë takat e forta, imponimi, madje shpesh herë ndihem kështu pa dukem kështu. Nuk është fasadë kjo. Mirë, po në optikën tënde ti do thuash ndjej gjë, po cilat shef femra ti që për ty ja vlejnë? Domethënë që të ndjesh kërcënim në raport me veten. Jo, domethënë jo ta banalizojmë që ndjesh konkurrente. Të lutem fjalën femër, të lutem. Si e kishe? Si do i thënë gratë? Më fal, realisht nuk e di, gratë. Nga gratë të tjera që shef. Që thu, wow, kjo është super femër. Super grua. Po, super grua, më fal. Super grua. Ato gra frymëzuese, po flasim për në Shqipëri, apo flasim për Shqipëri. Edhe kryesisht në zanatin tonë. Në zanatin tim. Në zanatin tim unë e vlerësoj Alketa Vesion, të them drejtën. Profesionalisht e vlerësoj, ne kam bërë një profil në jo vetëm modë dhe më ka pëlqyer mënyra se si ajo i menaxhon gjërat. Padyshim, ajo ka personalitetin e saj, mënyrën e saj për të bërë gjërat që nuk është i ngjashëm me timin, por mua më pëlqen kur një vajzë ose grua, aq më tepër në moshë të re, arrin të balancojë dhe të menaxhojë kaq shumë gjëra, është vërtet për të vlerësuar. Ti i njeh limitet e tua? Limitet. Do më thënë, je ndërgjeshme deri ku mund të shkosh ti, për shembull, nëse do të vini ty në dispozicion një televizion të tërë. Po. Do më thënë, ti ke, si thosh, është prona jote. Po. Dhe ke lirinë të dalësh ku të duash ti, që nga emisioni mëngjesit deri te Late Night Show. Padyshim, sepse unë do jap atë që ditë jap më mirë. Jo, si menaxhere. Jo, ti vet, çfarë do i thoshe stop, të se bëj dot. Do më thënë, di limitet. Unë s'bëj dot një emision politik. Tjetër? E bën ti do të moderatoren të për shumë të bësh ti dancing, të moderosh Big Brotherin, të moderosh një program të madh vetëm ti. Shka, po ti futesh padyshim, mund ta bëja, besoj që mund ta bëja. Është në ambicet e tua që mos të gjesh në një program të vogël? Jo, vetëm mod nuk është i vogël. Jo, okay, them spektakël prime time i gjatë një ore gjys. Nuk e kam menduar, jo, nuk i përshtatet natyrës time sepse unë nuk jam show girl. Po motim pse vazhdon e bën? Interesant, as vetë nuk e di pse vazhdon. Po pse vazhdon e bën? Shiko, është diçka e këndshme që mua realisht turi nuk më merr shumë kohë. Jem mendje tek përgjigjet e mia. Nuk më merr shumë kohë, e bëj me kënaqësi, është ajo që unë nisa të bëj që në fillimet e mia në televizion dhe do ta bëj edhe për ca kohë, jo për gjithmonë, padyshim. E qartë, çfarë ndodhi me Olti Curin? Pse u zgjidhëm? Çfarë ndodhi me Olti Curin? Interesant kjo. Me Olti Curin ndodhi që unë isha në shtëpi, kisha një ditë disi melankolike, po të themi, se kam dhe unë ato ditët e mia që nuk i shpreh dhe dikush më çoi një mesazh në WhatsApp për mesazhin që ishte bërë nga Olti Curri. Dhe unë e pash dhe në atë moment kam dhe unë ato momentet e mia të nervozizmit dhe ju përgjigja. E mendova pastaj thash mbase nuk... Bërë pishman? Jo tamam, megjithatë thash që edhe mund mos isha përgjigjur. Megjithatë ato që thash aty ishin ato që mendoj, kështu që domethënë ti nuk je thjesht një gocë që jep mendime si ishte goxha kështu, si cinikësh ai. Si që nuk jap unë mendime. Megjithatë jo, të them të drejtën nuk më intereson shumë.
Vërtet e? Ja. Ja, të intereson si dreqi për Ja, punë. Mirë, në rregull. Se mendon vërtet që më intereson? Po derisa ju përgjigjem, ç'është kjo? Jo, nuk më intereson mendimi që ka i për mua pastaj. Domethënë kjo nuk më intereson. Se mendimi që ka për, shiko, emisioni unë dua ta theksoj. Është si ai bebi im i vogël, që unë bëhem luanesh nëse më prek njëri. Vërtet. Kështu që po, Mirë, mos nuk po ta prek njëri. Atëherë, tani jemi gati sepse ti dish që ne pjesën e parë kemi intervistë, pjesën e dytë ka testim aftësish. Testim? Këtë për këtë si shaj përgatitur. Ashtu.